Këto njerëz, ja ku jam si çdo javë, si çdo të hënë, ora 9, në emisionin Mesazhi i Yjeve në fat e në muzikë. Pra për horoskopin e javës, si edhe për një poezi që si kundër tashme dini, është edhe teksti i një këngë. Grupi që sot do të marrim në analizë dhe një këngë e tyre është Lynyrd Skynyrd. Në fund të horoskopit, unë do të analizoj edhe një këngë të tyre. Të gjitha këto mund të ndihni edhe në kanalin tonë në YouTube, Sol 89, ose mund të ndihni në rrjetet sociale me Sol 89 Radio. Tani, si gjithmonë, në fillim horoskopi. Dashi. Në kulturën e disa fiseve autoktone vendase australiane, të vjetrit plejk të fisit, i vën nga 2 emrat porsalindrëve. Emri i parë është ai që do ta njohin gjithë. Emri i dytë është i shenjtë dhe mbahet sekret. Këtë emër nuk ja tregojnë as fëmijës vet, ja tregojnë vetëm kur mbrin në moshë të rritur, pasi të ketë dalë nga adoleshenca dhe pasi të ketë përballur ca prova të jetës. Sepse më pëlqen që këtë shembull ta përdor për ju o njerëz, për ju të dashur dëgjues apo dëgjuese qofshit të shenjës dashit. Mendoj që është shumë e rëndësishme sepse jeni në një periudhë kalimtare që po përballeni me njohjen e emrit tuaj sekret, me emrin tuaj të shenjtë. Figurativisht, jeni në zbulim të një identiteti të fshehtë që do t'u ndihmojë të kuptoni se nga po vini për të pasur të qartë se ku po shkoni. Demi. Burr a grua qofsh i shenjës demit. Po të citoj pyetjen që duhet i bëni vetes rregullisht për ditët në vazhdim, por duke filluar që sot. Cila është mënyra më e mirë për të harxhuar kohën time në këtë moment? Dhe çdo herë që do të pyesni veten, duhet të jeni mendje hapur. Mos merrni për të mirë qenë përgjigjen standard, do bëjmë më të mirën e mundshme që të jemi sa më produktiv dhe që me punën tonë të jemi si shembull të arrijmë rezultate apo fitime maksimale. Jo. Nganjëherë, mënyra më e mirë është edhe të vesh një lavatriçe për të larë, apo për ju burra të rini ulur në divan me telekomandën në dorë. Filozofi amerikan i shenjës demit, Jonathan Zapp, thotë, jo gjithmonë kuptimi dhe rruga e jetës zbulohen në momentet e impenjimit dhe të sakrificave. As nga rastet kur gabon dhe vuan. As nga momentet dramatike të jetës. Nganjëherë, ide të shkëlqyera dhe analiza të shkëlqyera vinë edhe në momente qetësie apo impenjimi me detyrat e zakonshme rutinë, me detyrat e rutinë të ditës. Për shembull, kur lan duart apo kur lan enët, ashtu, mekanikisht. Ndërsa mendja fluturon për hesapin e vet. Në këtë moment jeni dhe ju o dema. Binjakët. Shpirti im është një zjarr që vuan në qoftë se nuk është i ndezur mirë. Thoshte Jean Prévost, shkrimtar dhe një nga heronjtë e rezistencës franceze gjatë luftës dytë botërore. Dhe Jean Prévost ka lindur më 13 qershor, pra nën shenjën e binjakëve. Kam nevojë, thoshte ai, për ca metra kub ide të reja gjatë ditës. Jam si ajo avullorja që ka nevojë të vazhdueshme për qymyr që ta djeg. Ndoshta zemra juaj nuk është në zjarr si ajo e Jean Prévostit, dhe si zakonisht ju mjaftojnë pak centimetra kub idesh të reja. Por unë mendoj se në 2 a në 3 javët në vazhdim duhet të përpiqeni të mbrini në nivelet e asaj që thoshte filozofi Jean Prévost, të mbrini në nivelet e larta ndriçimi dhe ngrohje. Pra, të bëheni si ai fari që udhëzon anijet në det të hapur. Për këtë ju duhet energji. Mos e kurseni, sepse kënaqësia që do të merrni do ta kaloj shumë herë lodhjen apo mundin që do të shpenzoni. Gaforia. Të dashur dëgjues apo dëgjuese të shenjës gafores. Sot horoskopi për ju është vetëm sentimental. Sentimental nuk është as figurë, as metaforë. Për të shpjeguar sa më sipër, jam referuar një këngëtari që është ndër të preferuarit e mi. Ai thotë: unë punoj e për ty mendoj. Kthehem në shtëpi e për ty mendoj. Të telefonoj e ndërkaq për ty mendoj. Të pyes si je
e prap për ty mendoj. Ull syt e busjesh e për ty mendoj. Kur jam me ty, për ty mendoj. Ngele vetëm e për ty mendoj. Mbyll syt e për ty mendoj. Unë nuk fle se për ty mendoj. Dhe ai që i thot të gjitha këto është Lucio Battisti. Nuk kuptohet nëse është i dashuruar apo i braktisur. Edhe ti o gafore, bura grua qofsh, duhet patjetër ta mendosh atë. Cili do apo cila do qoftë, dhe në qoftë se për të do të mendosh, nuk ke për të pasur më dilemën në je i vetmuar apo i dashuruar. Këtë javë, në qoftë se mendon seriozisht për të, do t'jetë vetëm dashuri. Luani. E dashur dëgjuese apo dëgjues qofshi shenjës luanit. Pra, luan a luanesh qofsh. Në qoftë se do që ta mbash luanin si kafshën që të simbolizon, unë nuk kam asnjë kundërshtim. Por kam një sugjerim, si kur ta ndrosh për momentin me tigrin, mbas është më mirë. Njerëzit që merren me kafshët e mëdha të familjes feline thonë që luanët janë më pak simpatik dhe janë agresiv, ndërsa tigrat janë më të mirë dhe shme kollaj t'i afrosh të bësh miqësi. Në javën që sapo filluam, ndoshta edhe në 2 ose 3 javët në vazhdim që vinë, për ju luan do t'jetë më mirë t'jeni si tigrat. Në këtë periudhë do t'keni më shumë mundësi e do t'krijoni më shumë miqësira, duke u afruar me të tjerët e duke zgjeruar rrethin tuaj shoqëror. E përmbledhur, do thotë që edhe pse luanët janë konsideruar mbretërit e xhunglës, në përgjithësi, tigrat janë më të mëdhenj, më të fortë e më luftarak. Luan është periudha për të bërë tigra. Virgjëresha. Virgjëresha, kafsha që do t'jetë modeli juaj për periudhën astrologjike në vazhdim është një krijesë i quhet Toporanjo, kështu i thon italianët. Është një lloj miu me turi të gjatë që ndër të gjithë sisorët e botës së kafshëve është ai që ka shtyllën vertebrale, shtyllën kurizore, më të fortë e më të qëndrueshme. Edhe pse është i vogël, fal kësaj cilësie, edhe po ta shkelësh me këmbë, nuk pëson asnjë dëm. Pse ua tregova këtë shembull o Virgjëresha? Sepse në ditët në vazhdim do të keni nevojë për një shtyllë kurizore të tillë. Do t'ju duhet një shtyllë kurizore e fortë për të përballur një shkelje me këmbë, natyrisht kuptim figurativ. Virgjëresha, jeni me fat sepse yjet janë në anën tuaj. Do jeni në gjendje të përballoni të gjitha presionet që do t'ju bëhen. Dhe jo vetëm, duke pasur atë shtyllë kurizore për të cilën ju fola, pas kësaj prove, do të bëheni edhe persona shumë simpatik e të dashur për të gjithë njerëzit që do të keni përreth, dhe të gjithë do ta kuptojnë se sa ju mban kurizi. Peshorja. Kam një këshill për ju o peshore. Bura gra qofshi. Mos bini në kurthin e polemikave të tipit ai më tha, se ajo i tha, se unë i thash, se ajo më tha, se ai më tha, unë i thash, ti më the ajo. Të gjitha këto, fshihini. Për këtë javë, thashë themi, nuk do t'jetë as aleati, as miku juaj. Ju a them këtë, sepse këtë javë do t'jeni në mes të një situate të tillë, ndoshta edhe figurativisht. Do t'jeni në mes të një vorbulle. Ju lutem Virgjëresha, mos i hyni debateve se nuk do t'ja dilni dot. Sepse do të ngecni e do të ngatroheni në përthashëtheme. Sipas meje dhe sipas mesazhit të yjeve, duhet jeni mbi nivelin e thashëthemeve. Duhet të vendoseni më lart dhe të keni një vizion më të gjerë të gjërave. Do t'ju shërbejë jashtëzakonisht, edhe pasojat e dini se cilat do t'jenë, u a them unë. Do të shndroheni në pikë referimi, do të dukeni si mendimtar filozofik që i shihni gjërat nga maja shumë të larta. Do të shndroheni në ëndrimtar që frymëzoni, do të jeni faltoria ku çdo kush do të kishte dëshirën të rrëfej e të mbështeste kokën. Akrepi. Herë jam e herë bëj, thoshte poeti francez Paul Valéry, lindur në 30 tetor, pra i shenjës së akrepit.
Një pjesë e mirë e jona mund të themi të njëjtën gjë. Ndërsa ti o akrep, burra grua qofsh në këtë periudhë, je duke hyrë në fazën unë jam dhe në këtë fazë yjore në të cilën do të kalosh, është shumë e rëndësishme të gërthasësh urra se sa të mërmërisësh në përdhëm. Do të thotë që duhet të gjesh forcën që të jesh në anën e optimizmit se sa në anën e pasivitetit, i cili do të ndihmoj të kalosh në fazë, është një fazë kjo kalimtare për ty, as mish, as peshk. Këshilla ime është, mos u mundoni të jep një shpjegim gjendjes pasive në cilën ndodheni dhe shihni pozitivisht përpara. Ju siguroj se do ta gjeni farin ndriçues që do t'u tregoj rrugën për të dalë nga një si far tuneli ku keni hyrë. Okej? Shigjetari, burra grua qofsh, ngre dorën për të folur dhe thuaj po të duash që nuk të ka qelluar të ndërtosh një marrëdhënie me një person vetëm se të pëlqente paraqitja fizike e tij apo e saj. Mos ke turp, se nuk të ka ndodhur vetëm ty. Shpresoj dhe uroj që në javën dhe në javët në vazhdim këtë po him, që sa po ta kërkovat mos ta bësh më. Mos u lidh me një njeri duke u nisur vetëm nga bukuria e jashtme. Të duhet një lidhje më e thellë, jo vetëm për lidhjet sentimentale, por edhe për ato të punës, atë çdo projekti që mund të kesh në dorë ose në kokë. Shigjetar, burra gra qofshi, mos u gënjeni nga pamja e jashtme. Britsjapi. Fluturimi i 21 i anijes hapësinore Discovery ishte parashikuar të bëhej më 8 qershor 1995. Por, një javë para nisjes, teknikët vuan se kishte një problem. Qukapikët e kishin pothuaj shkatëruar mbulesën mbrojtëse të serbatorit karburantit. Kishin bërë më shumë se 200 vrima në të, shumë prej cilave ishin edhe të thella. Për të riparuar këtë dëm nisi u shty më shumë se një muaj. Zgjodha t'ua tregoj këtë të dashur dëgjues të Britsjapit, burra gra qofshi, si metaforë për t'ju kujtuar se nuk duhet injoruar një konkurrent në duke i vogël dhe i parëndësishëm. Mos ju duket si diçka për të mos e konsideruar. Është një periudhë që edhe ju keni diku qukapikun tuaj sado i vogël është dhe sado i parëndësishëm në dukje, por që mund t'ju shkaktoj pengesa dhe vonesa në realizimin e asaj që jeni duke bërë. Kujdes qukapikun. Ujor. Kjo që do t'u them është zyrtare. Vallëzimi ju bën më inteligjent. Dhe këtë, pavarësisht se po a them unë, është e shkruar në një artikull të revistës New England Journal of Medicine, që është revista më e vjetër mjekësore në botë. Them më e vjetra sepse ka 2 shekuj që botohet, pas një ndërprerje. Sipas këtij artikulli, shkencëtarët dhe kërkuesit shkencor kanë zbuluar se të notuarit, të shëtiturit me biçikletë ose të luajturit golf nuk shërbejnë dhe aq për të rinovuar lëvizjet e neuroneve drejt trurit. Për përmirësimin e lëvizjes së neuroneve shërben disi të bërit e fjalëkryqeve, leximi, por një nga gjërat më të mira që e bëjnë trupin të lëvizë në formë të rregullt dhe krijuese është ritmi i muzikës. Dhe ju ujor jeni me fat, sepse në këtë periudhë të ciklit ujor vallëzimi ose kërcimi janë në anën tuaj. Përfitoni sepse ju duan më shumë festa, më shumë bërmi dhe frimi, jo sepse do bëheni më inteligjent, por sepse ndoshta në takimet që do të keni në këto ambiente, do të mund të shpërbleheni më mirë edhe të shpreheni më mirë. Përfitoni. Peshqit. Kompjuterat e parë Apple u ndërtuan në vitin 1976 në një garazh që babai Steve Jobs, mekanik, ua kishte lënë ose ua kishte vënë në dispozicion të birit dhe Steve Wozniak. Këshilla ime për ju është që edhe ju duhet shumë shpejt të filloni e të konkretizoni idenë tuaj në këtë vend magjik që mund të jetë garazh, mund të jetë bodrum, mund të jetë një kuzhinë e vogël, mund të jetë një magazin, mund të jetë një qoshe dhomës gjumit, kudo qoftë, do të jetë vendi që do të zhvilloni projektin tuaj që do të shërbejë në vitet e ardhme. Pikërisht, në vende si këto që ju përmenda, ndoshta mund të jetë dhe vendi që duke u dedikuar seriozisht me lodhje, me dashuri, mund të jetë edhe fillimi i një gjëje
ti do të ndryshoj çdo gjë vetëm për të mirë. Nuk ka rëndësi vendi njerëz. Rëndësi në këtë periudhë për ju ujor ka impenjimi, serioziteti dhe dashuria me të cilën po realizoni projektin ose lidhjen tuaj sentimentale të së ardhmes. Ky ishte horoskopi edhe për sot njerëz dhe shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Tani do t'ju flas për një këngë. Do t'ju flas për një këngë të kënduar nga grupi Southern Rock Amerikan nga Jacksonville në Florida. Do t'ju flas për tekstin, poezinë e një pjese shumë të njohur të kënduar prej tyre. Titullohet Call Me the Breeze. Call Me the Breeze është një pjesë rock blues e shkruar fillimisht nga J.J. Cale në vitin 1972. Këngë që pasaj grupi Lynyrd Skynyrd në vitin 1974 e bën cover, si kundër edhe grupi jon në fund të analizës. Është një këngë që flet për temën e lirisë dhe të pavarësisë, për dëshirën e një jete pa rregulla të rrepta të shoqërisë, për një jetë jashtë rutinës së zakonshme të cilën protagonisti e krahason vetëm me Vladin, gjithmonë në lëvizje, pa lidhje fikse, pa shqetësime, pa angazhime, gjithmonë në vende të reja, por gjithmonë pa ndaluar. E gjitha kjo, në tekstin e këngës kalon nëpërmjet një pasazhi ku autori, edhe pse e ka tendencën të iki, të largohet, të ndrojë, brenda vetes karakterisht ngelet po ai. I'm not change in me, thot ai. Pra, tek unë brenda nuk ka ndryshuar asgjë. Më shkurt, mesazhi i kësaj këngë thotë që të lëvizim, të mos ndalemi ka shi asgjë në kuptimin që nuk duhet të kënaqemi kurrë dhe duhet ta jetojmë jetën duke ndjekur dëshirat edhe duke ka përcyer rregullat që na pengojnë. Dhe tani, në tekstin e këngës, nga unë të shqipëruar në vargje thuhet kështu. Quajmë puhi, për gjatë rrugëve vazhdoj të fry. Dhe tani më thrasin puhi, për gjatë rrugëve vazhdoj të fry. Me vete nuk marr njeri e nuk kam asnjë përgjegjësi. Nuk gjej gjë të më ndal, nuk ka gjë që të më mbaj. Nuk ka gjë që të më ndal e nuk ka gjë që të më lidh. Zemra ime, motin nuk ka ndryshime. E as brenda meje nuk ka ndryshime. Nga kërkush nuk fshihem unë, e as kërkush nuk fshihet nga unë. E vërtet, është tamam si duhet të jetë. Dritë jeshile kam tani, mund të shkoj edhe në Kaliforni, ose në Georgia, nuk e di. Pjeshkët e Georgias i pëlqej, jam si në shtëpi, e ndjej. Por kur një grua nuk e dashuroj, më gjatë në Georgia nuk mund të qëndroj. Dhe tani, më thrasin puhi, për gjatë rrugëve vazhdoj të fry. Me vete, nuk marr njeri e nuk kam asnjë përgjegjësi. Ky njerëz ishte në shqip teksti i këngës quajmë Flood, Call Me the Breeze, e Lynyrd Skynyrd. Një version cover të kësaj kënge, tani do ta dëgjojmë live nga miqtë tanë të grupit Blue Bird Band. Ata janë Kolsheu, Bledi Seko dhe Ninelko. Ndërkohë, për mundësinë e këtij emisionit sotëm, falenderojmë Kruasa Bono, që na ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë. Faleminderit, e ndërkohë, qofshin mirë ku të qofshin. Can't call me the breeze, I get blowing down the road. Can't call me the breeze, I get blowing down the road. I got me nobody, ain't got me to lose. Changing the weather, ain't it changing me? They're changing the weather, ain't it changing
separated from our bodies. Nobody shaking than me. Can't call me the breeze. I keep blowing down the road. Can't call me the breeze. I keep blowing down the road. I got me the body. Ain't got me the load. Can't call me the breeze. I keep blowing down the road. Can't call me the breeze. I keep blowing down the road. I got me the body. Ain't got me the load. I got me the body, ain't carry me the load. I got me the body, ain't carry me the load.